Niveli I lartë I ndotjes e ka kthyer Shkumbinin një lumë që ka humbur thuajse çdo funksion të tij. Sipas ekspertëve, ndotësit kryesor janë ujërat industrial, por edhe mbetjet urbane të hedhura në mënyrë të pakontrolluar. Derdhja e inerteve nga bizneset e ndryshme, sidomos në zonën e ish metalurgjikut në Elbasan, si edhe djegja e gomave busti, e ka kthyer Shkumbinin në një lumë të sëmur. Nëpër shkurre, nëpër drur, do të ndehen si lecka e si flamuj të leckosur, domethënë mbeturinat, plastika, tekstile, e lloj mbeturinash urbane, të cilat në mënyrë të padisiplinuar po mbulojnë e po na mbysin në të katër anët. Kështu që duhet I thresim mendjes që të jemi në harmoni me natyrën. Për shkak të nivelit të lartë të ndotjes, ekspertët thonë se në rast se ky ujë konsumohet nga baktit apo përdoret për ujitje të prodhimeve bujqësore, rrezikon toksikimin e tyre. Përdorimi I ujit të ndotur industrial për bujqësinë është një problem, domethënë shumë I madh për Elbasanin dhe për një popullsi prej gjys milioni banor që janë në brigjet e Shkumbinit, sepse atje derdhen pa kriter, edhe s'ka asnjë lloj filtri me fjalë, thuhet, edhe ato I kanë në dokumentet e tyre, në lejet e ato, por ato mbetjet industriale, të gjitha kimikatet e ato derdhen lumë. Edhe të gjitha ato shkojnë në tokat që ujiten, e prej andej vinë në ushqimin e njerëzve, futen në organizmin e njeriut dhe kostoja është sëmundje. Ndotja e shtratit të lumit Shkumbin prej shumë vitesh ka qenë një problematik mjedisore në Elbasan, e cila ende nuk ka gjetur zgjidhje.